Bora, kemi dhe Turkin në podcast. kemi të ftuar Turkin në podcast. Bora, faleminderit që erdhe përsëri. Faktikisht ti ja ke hapur gjithmonë derën spontanitetit. Kështu ke thënë tek podcasti i parë. Unë përfitova nga rasti dhe nga që të kishim në neighborhood këtu. Po shikoj se kemi një 2 shtëpi këtu në neighborhood që janë për shitje. Po. Which is nice. Edhe thash do marr bonën prap, prandaj kontaktuam prap edhe kisha dëshirë, shumë dëshirë të ishe prap. Najsja ime, përderisa isha këtu sot, pse jo? Këte kemi quajtur emergency podcast. Pse kemi quajtur emergency podcast? Do ta elaborojmë së shpejti, pas pak, por Bona do më fali pak. Do të pyesin me përgatitje si jeni. Qa, erdhi Thanksgiving, kur e kemi pas nesër, qa? Pas nesër edhe 3 ditë. Dhe 3 ditë kemi Thanksgiving. Unë s'ka filluar akoma se gjithmonë busy. Yeah, të mërkurën do fillojnë ato përgatitjet, të njëjtën që si ka qenë java, do piqet kaposhi. Kisha një, po i thosha një gocet e puna. Kemi një gocë atje, është like high-ranking lady, very nice. Është me këto me inspectionin bën jo inspectionin, është që të jesh sa më i siguruar në punë. Dalë çaj thon se s'po më vjen fjala. Me siguracionet këto që she's doing care about like how you keeping the PPEs at work, like glasses, hard hats and all this paid from the company. But I thash kthehemi prapë te Turki. Amani thash kjo, I love Turkin, i thash edhe këtë sezonin e të holiday season, November, December, që vjen Christmas, ja prandaj kemi marrë dhe këto zbukurimet e Christmasit, po i thash, too much Turki, i thash, shumë, në angelet gjitha i Turki, e marim se është kjo për në angelet, ditën e parë ditën e parë tha, do harm Turkin, tha, ditën tjetër tha, do bëjmë gravy, tha, e ke vërë që 4 ditë do ta bëjmë me grevi, tha. Ditën e 3 tha do ta bëjmë me, se jemi 4 ditë pushim, te njëjtet prende shtunë dje. Ditën e 3 tha mua do ta bëjmë me kështu paj, turkey paj, tha. Kështu siç e bëjmë ne byrek me këto, kurse ditën e 4 tha do ta bëjmë supë, tha. Turkey tha. Edhe po qeshim edhe ja tregova dhe Aldës formulën, i thash kështu më tha e goca që jemi tek puna, i thash. O bona, po si që thamë ti e hapë gjithmonë derën spontanitetit edhe ja ku jemi. Është dhe kjo jo intervistë, po është bisedë spontane, do jetë një bisedë e këndshme spontane. Përpara se të filloj me ty, Bona, fola me ty, po tash ne jemi miq. Para se të fillojnë bashk, dua të bëj se këtu fillon dhe që jemi emergency podcast. Më jep 2 minuta se dua të them diçka. Po më lejo 1 minutë të vendos dhe këto kufjet. Edhe më jep vetëm 1 minutë, Bona. Okej. Do i marrim 2 minuta bonus. Dua të bëj promovimin që kur e kam hapur podcastin kam pas në mendje për promovimin e bizneseve shqiptare dhe do ju lutesha të gjithëve. Na kontaktoni në 440 Boston email, 440 Boston gmail.com. E tjetra 978-590-6465. Më kontaktoni direkt mua, Altinin, dërgoni o email o text. Më kontaktoni direkt. Jeni të mirë pritur për çdo lloj promovimi që doni t'i bëni biznesit tuaj. Që nga t'i zë me emër, që nga restaurant owners. When I mean, kur them restaurant owners, like pizza places, coffee shops, you name it. You're very welcome to come here to promote your business. Plus, the other one is construction, since I'm in the construction workers, construction business owners. Who I like to have here. You name it, construction, it's a big thing, but electricians, plumbers, all the Albanian community, the guys that have companies, their own companies, come here, promote your business, and I like to hear your story. The mic is open, I like to hear your story. Come here, share it with us. How was that step where you try to create your own company, till you put the train of your company in the tracks? I like to hear their story. I really, really love it. Others,
dentals, chiropractors, you name it, hair salons, all the Albanian communities. If you want to promote your business, come here. Promovojni këtu tek ne. Do jetë një diçka shumë e bukur ta ndani me komunitetin ton. Dhe kjo do të jetë me një fi shumë të vogël. Dhe kjo nuk kalon direkt tek mua. Tani po punoj me website-in, do të jetë aty një account number dhe do të jetë i hapur në çdo kohë të shikoni se kush ka dhënë lekët dhe këto lek nuk do kalojnë te Altini. Do përmendeni me emra kushdo që të bëj donation, do përmendeni me emra dhe do i kalojnë një familje shqiptare që do ta vendosni ju kë familje për ta ndihmuar. Mblodhen siç e kam thënë më përpara, way long time ago, maybe a year ago when we opened the podcast. Bona më jep dhe një sekond. Kur hapëm podcastin, kur hapëm podcastin e tham, whatever, it's $300, $500, I really like të du këtë bona, kam qef ta bëj. Dhe më mblodhen $200, $300, të gjithë ata që do kolaborojnë, do marrin, do dërgojnë donations, dua që të japin dhe emër, të ndihmojmë një familje, mbase nuk i pagojmë dot mortgage-in e një muaji, sepse kemi dhe top producer, Endovers top producer këtu, kemi bona i di si janë rritur këto çmimet e qerave, po të gjitha për këta që sapo vinë në Amerikë. Emigrantë sapo ardhur. Base si ndihmojmë dot me mortgage-in e muajit, por me një gift card na Market Basket or diçka që të bëjnë të sapo ardhur të bëjnë një shopping. Kush ka një familje të vogla që janë tough situation, we help them. The next thing before I go directly to Bona, Albanian Independence Day. Please don't forget. I'm going to share with you. Bona ti do jesh atje apo jo tek ngritjen e flamurit. Që kemi ngritjen e flamurit, do ta share me ju të gjithë festën e flamurit. Kemi Independence Flag Raising Day, November 29, 2025, 11:30 to 2:30 p.m. Qandej, kjo mbahet tek Boston City Hall, One City Hall Square, Boston, Massachusetts. Pas asaj, kemi paradën kuqezi, është në 25 Middlesex Canal Park Drive, Uber, Massachusetts. Do jetë amazing day. Do jetë një amazing day. Kur të ngrihet flamuri. Vjet kanë qenë 300 veta, atje do jetë shoqatat Mas Besa, which we supported a lot, do jetë Vatra do jetë atje, kush do jetë? Do jetë Rudina me grupin Labëria, me shoqatën e grupit Labëria, Rudina, kush do jetë? Subiu, Albanian Fighting Cancer, do jetë shoqata Besa Besën, dhe më ndjeni, inshallah s'kam harruar ndonjë shoqat tjetër, po ju dua të gjithë me zemër, ju duam shumë, jeni shumë të mirë dhe përfaqësoni komunitetin denjësisht, komunitetin shqiptar, komunitetin ton shqiptar këtu në Boston, dhe pse jo gjithandej. Dhe prandaj ngrem zërin që komuniteti jonë të bashkohet. Mos harroni të them të bashkohemi për ditën e flamurit atje në datën 29. Merrni nipër e mbesa e djalin, çupën, çka keni, merrni të gjithë me vete. Të jemi atje se ata janë e ardhmja e popullit shqiptar, e komunitetit ton shqiptar këtu në Amerikë. Faleminderit të gjithë dhe ku do kalojmë tjetër tani, jam direkt me Bonën. Do kthehem tek Bona. Bona, është amazing që të kam këtu sot. Pse e quajtë? Ne tham për kaposhin faktikisht, po unë kam vënë këto të Christmas, fillova me Christmas të dizajnoj studion me Christmas. Por doja të kaloja, e di për çfarë ngulmova dhe doja që të kisha patjetër. Since I had you in the neighborhood, I was like, nuk e di nëse e dëgjove apo jo, ne e cekëm pak të podcastit, të episodi që kishëm, nam fare ka vajder 2000 views tani për 2-3 days. Edhe qa do thoshja? Tregon që energjia ishte fantastike. Ishte fantastike. Unë e ceka pak atje Bona, në orën 3, sepse thash orën 3, po përqindja 3%, e ceka pak të podcasti shkoj, 3% që e ka bërë
pak inventori, mortgage rate. Po. Ceka pa, po këtë do ta lidh tash direkt dhe thash, nuk e di na kaloj biseda, kishim shumë topics at that time, you know what I mean? E vërtet. E nuk e di, po unë isha shumë excited të prisja të dëgjoja më tepër poezin, me shpit jam deri këtu. Faktikisht podcastin e bëm për të gjithë ata që na ndjekin, por se prisja me pa durim doja të enjoya atë të poezisë, të enjoya pikturën, e ke parasysh ishte podcasti gjatë, episodi gjatë, rreth 1 orë 40 minuta, po I enjoyed it so much. Edhe çfarë thoshja na rrëshqiti pak situata atje, se doja shumë të dija për 3% e mortgage-it. E nisëm pak faktikisht. Edhe pse janë pa të dua, exactly. E nisëm pak faktikisht. Exactly. Po ta shikosh me vëmendje dhe do të bëj pyetjen. Po ta shikosh me vëmendje, ata që kanë nxjerr, prandaj do thoshja edhe që inventori dhe ti bashkohesh me mua te kjo, po pyetja e të do vi pas pak. Që inventori is low sepse e shikoj që për shembull, njerëz të familjes time, se unë po thoj kam tërfisin këtu në Amerikë, këtu në Boston. Kanë nxjerr lek, kanë pas në për të nxjerr, shtëpia ka kushtuar 500.000. Filloi kjo rritja që iku like spiking, like going crazy to the roof me home prices, me çmimet e shtëpive. Kaloi shumë në këtë kohën e Covidit, sa kaluam Covidin, went like crazy. Por ishte edhe rate i 3%. E vërtet. Nxorën lek të tërë homonës, nxorën lek na 200.000, 300.000, se nga që shkoi çmimi lart, nxorën na 200, 300.000. Dhe ulën. Exactly, bën refinance. Tani me ato lek bën ca remodeling në shtëpi brenda. Mortgage-i u ran pak, sado që nxorën, se e kishin me 7, nga 7 u vajti në 3 dhe u vajti na 3%. Ska motivim që ti shesin ato shtëpi, sepse tani janë me mortgage rate shumë të ullët homeowners. Exactly. Prandaj është një nga këto. Edhe ajo bën inventarin akoma më të ullët. Më taf. Edhe e rrit çmimin, sepse duke qenë inventari i ullët, konkurenca rritet, edhe çmimi rritet. Është e vërtetë, edhe 3% kanë ndikuar që inventarit i akoma më i ullët, sepse kanë vënë equity për disa vite homeowners, edhe mortgage rate kanë bërë finance. Edhe është kjo që është inventari ka që ullët. Edhe çmimet e është like unbelievable. I didn't have that chance. Nuk e pata atë fat ta bëja me 3%. Well, I don't know. I got caught up on some stuff. Nuk e di se si u kapan ca gjëra dhe nuk e kishe kujtuar. Yeah, like now I'm blessed. Se we keep in bajm kontakt tërkohën. Dhe të na falin që po flas dhe mi, kim fjalë të anglisisht që tham dhe herën që shkoj, po. Pjesë e jetës edhe anglisht. Dhe pjesë e jetës jemi këtu tani po flasin ata në Shqipëri, kur i dëgjojnë emisionet që bëhen, podcastet që bëhen në Shqipëri, janë tërë flasin në anglisht. Të paktën ne jemi në vendin e gjuhës këtu. E vërtet. Did you listen? A e dëgjove gjatë weekendit të shkoj. Ne kemi qenë busy, Beti ke qenë busy, po unë e bëra në plan thash. E vure re presidentin Donald Trump po përpiqet të bëj mortgage-in. Mortgage-i është 30 vjetë, ka bërë FDR-i. Duket FDR-i ka bërë on 60s, në 60-at. 20 vjetë. Sa ka tani presidenti Trump po kërkon ta bëj modern mortgage. That's how you call mortgage, modern mortgage. E ke parasysh po bën këtë për 50 vjet, po tani është like gjysmë shekulli. E vërtetë shumë kozgjatja shumë e madhe. Shiko, si çdo gjë e re, ose si pjesa dërmuese në jetë, gjërat janë kështu. Pros and cons. Të bashkëjetojnë të dyja. Të mirat dhe të këqijat e kësaj. Kjo është gjë e mirë sepse i hap derën dhe mundësinë blerësve të rinj që të hynë në marketin e blerjes, sepse edhe paga ajo mortgage që do pagojnë mujore do jetë me ullët, nga që shtrihet në 30 vjet, bëhet në 50 vjet do jetë me ullët dhe është më affordable për shumë home buyers të rinj, për të futur më shumë të rinj në marketin e blerjes. Për ta bërë më affordable më affordable, po. Tani edhe kjo është gjë e mirë, por nga ana tjetër, po që se nuk ndërtohen më shtëpira. Dhe mortgage presupozohet që mortgage rate do jetë akoma më i lartë. Këtë thanë, për 50 vjet do jetë më i lartë. Do jetë më i lartë.
Edhe në qoftë se një homeowner tani, po them kot, në qoftë se një homeowner tani shtëpia 400.000 edhe me 6% mortgage rate, ai do pagoj bie fjala 240.000 kur të mbaroj shlyerjen e mortgage-it, po e marr si shembull kështu. Po e bëj shpejt matematik. Por po që se ai do ta marri me 9 ose me 10% mortgage rate. Do vej me 19. Ai do pagoj gati 2 fishin pasaj për 50 vjet. Si e ka bërë shtëpi 400.000, si shifër shtëpie. 800.000 në fund, është e vërtet. Po dëgjoja pak, nga 500.000 mund vej kur përfundoj banka, mund vej 1 milion e gjys. Po, do vej më shumë. Plus që po që se nuk ndërtojnë shtëpi të tjera. Gjithë këta blerës të rinj që po hyjnë, konkurenca duhet akoma më e madhe dhe kjo konkurenca do bëj, do ngrej çmimet pastaj. Do ngrej çmimet. Kështu që si çdo gjë ka dhe të mirën dhe të keqen. Është kjo, bona, di çfarë të pyesja. A është kjo për këta Okej, e mira them unë, a është kjo për këta first time home buyers, sidomos kjo që fola dhe unë për që do të ndihmonim këta që vinë nga Shqipëria për shembull. Po kjo mund të jetë diçka e mirë. Okej, se ne shqiptarët kemi këtë që direkt bëjmë sapin e bankës një herë, pastaj vetes. No, e dini, I'm serious, bëjmë të komshiut një herë apo kemi bënë sapin e atyre, lëre mendoj unë, pastaj nga ana tjetër them, po dale se do mendoj dhe atë sa del nga xhepi im. A është kjo për këta që vinë një ndihmë, që i jep një ndihmë ai që po të krijoj mundësinë thot, që edhe ti ta marrësh për sa të ardhur, ose për këta first time home buyers që janë dhe amerikanët, po dhe të gjitha kulturat e ndryshme, ndaq Guatemaleza, apo South America, apo Meksiko, apo... Nuk besoj që është me një për të sapo ardhur, e di pse, sepse banka prapë do të ketë restriction e saj. Një i sapo ardhur që nuk ka vërtetuar që ka të konsoliduar anën financiare, nuk do të jap kollaj kredit. S'do japi kollaj kredit. Kështu që me njëri sapo ardhur, të pakën duhet kaloj një vit. Shumica e bankave kanë shumë të forta. No, of course, duhet kaloj një vit, 2 vjet. E ke parasysh se edhe ai duhet stabilizoj veten edhe që ti tregoj shtetit që jam këtu. E ke parasysh, një 2 vjeçar, po një. Vetëm po erdhi në një kamur dhe lëshon begën atë çantën me lek atje, i thot na këto po i vë. Jo, dhe një vit e gjys mas e bëhet, sepse e thash dhe radhën e parë, këta emigrantët që vinë tani vinë me master degree, një pjesë e tyre për shembull si thash computer science ose deg që dhe këtu njifen, fillojnë me njëherë në profesionin e tyre dhe fillojnë me njëherë me rrogë të lartë. Edhe un kam disa klientë të tillë që 2 vjet që kanë ardhur, tani janë duke marrë shtëpi. Bile mban mend atë ditë të thash, bile kam thënë edhe në podcast që sot mund të vëmë një ofertë tjetër. Mbylle, më shkruajte më vonë, ishte congratulation, ishte amazing. Po kishte edhe një tjetër pas 2 ditësh më. Edhe një tjetër, është e vërtetë. Të dy ato bëjmë inspektimin. Tek njëra u firmos kontrata, kurse tek tjetra kontrata do siç e thash dhe më amazing. Të lum, congratulation. Faleminderit. Edhe shiko është shumë interesante sepse të dyja çiftet kanë vetëm 2 vjet në Amerikë. 2 vjet të dy çiftet? Të dyja çiftet. Shqiptar, të dyja çiftet. Po, njëri nga bashkëshortët punon computer science. Është me tërmend koincidencë shumë interesante. Amazing. Edhe çmimet janë 925.000 njëra, 1.1 milion tjetra. Wow. Edhe janë 2 vjet të sapo ardhur emigrant. Yeah, but the punët që kanë, of course, prandaj thash emigranti sot, emigranti moderni sot, po edhe Shqipëria e ka kaluar fillimin që në fillim e ka të lartë, se ai vrapusi që fillon me një herë. Po unë kur thash që do bëja këtë të promovoja bizneset dhe që të na ndihmonin, nuk ishin për këta që janë për njerëzit e thjeshtë. Flasin për njerëzit e thjeshtë. Bona e pash para 2 ditësh dole top, e kam dhe këtu foton, e pash para 2 ditësh dole Valbona Lavdari, top agent in Andover, number 6, Coldwell Banker Realty. E vërtet. Wow. Isn't that amazing? Amazing. Megjithëse është dita sot, megjithëse Thanksgiving po vjen dhe shumë faleminderit që përmende. Një falënderim të shumë të madh klientëve të mi të mrekullueshëm. I përshëndesim gjithë dhe mos harroni, Bona ashtu gjithmonë për ju. Valbona Lavdarit e Coldwell Banker. Ndaqme në YouTube e keni Bonën, ndaqme në Facebook, Instagram. Bona,
E di që do të pyesja tjetër këtu tek kjo e presidenti Trump. Po këto, si që tham, banka do korrin sukses të papar, po mua më trem qik, unë që kur e dëgjova 50 vjetësh, gjysmë shekulli të kam back to ajo që thash më përpara 50 vjet, gjysmë shekulli, po tani unë vi këtu jam 50 vjeç. Ta zem, unë kam marrë 24, po edhe të jetoj 100 vjeç, po tash unë s'punoj do të 100 vjeç, nuk e kap dot atë ritmin e morgiçit. E ke parasysh me ato pagesa që janë tani, i bie që unë edhe të lë edhe kalamajt e mi, që ose do është t'i lë me borgje, ose të vinë atë moment që të shes shpinë edhe se kam gëzuar, nuk... Të them të drejtën, nuk e di në këtë pikë çfarë është menduar për moshat mbi 50 vjeç. Ai tha, akoma po punojmë, tha nuk është bërë concrete, tha, është ka futur këta, Federal Housing Finance Agency. Në detaje. Kjo faktikisht është një detaj shumë i rëndësishëm. Nuk është bërë beton akoma, siç i thon këta concrete, e ke parasysh. Po e di çfarë më shqetësonte tjetër? Jo më shqetësonte, po e di çfarë më pëlqeu për të nxitur kjo që tham në fillim dhe dua dhe mendimin tënd. Siç të thash, njerëz të mit kanë që thash kam tërfisin këtu, njerëz të mi të afërm nga të familjes kanë nxjerr lek, ajo që të thash më përpara, i ka qenë shtëpia 500.000, po ata nuk ikin se kanë 3% morgiçin. Po, dëgjove atë se çfarë ka ofruar që okay, për t'i dhënë mundësinë këtyre se familja grow, e ke parasysh rritet, e ke pas 2 fëmijë të vegjël, u bëre me 3 apo s'kishe, je burre grua, u bëre me 1 fëmijë, ka dhënë mundësinë për t'i nxjerr këta që t'i japi një mundësi tjetër. Që t'i motivoj t'i shesin. T'i motivoj t'i shesin se shet ai, e dëgjove këtë? E dëgjova. Që t'i jap të drejtën në rast se ata blen shtëpi tjetër. Qofse kërkoj një. Të vazhdojmë me morgiçin që kanë patur, me morgiçin ekzistus. Me ekzistus me 3%, po këtë nuk e di, more gjë informacion. Okay, of course, siç tham s'është bërë kankri, po ke marrë gjë informacion. Sa vite do vazhdojmë mbase me këtë? No, thash, ky do japi të gjithë thuaj more 800.000 ata, por me 3% kanë 500.000. Po shtëpia që do blejnë është 800.000 ose 1 milion. Këtë nuk e di. Tani këtë bën këtë transportin thaj 500.000 me 3%. Po atë do ta marrësh me të lartë atë. Ka shumë mundësi. Se unë të jap mundësinë thot ai që të blesh dhe të ndryshosh ti kësh na një shtëpi me 2 bedroom në 1 me 3 me 4. Çfarë mendimi thua do ta bëj, do të jetë diçka e tilla apo do të japi tërin me 3? Të them drejtën nuk e di akoma, se nga që është në draft. Nuk jam e sigurt se si ta bëj këtë pikë. Mendojmë edhe për vete, mos bie në një çik shtëpit. E ke parasysh se po kur je brenda në shtëpi, mendoj këtë të mirën, po kur je brenda në shtëpi qofse shtëpi do bjeri dhe kjo ku jam unë. Sa po të thosha të shiko, mos u gëzo shumë, sepse si çdo gjë që thash ka pros and cons, ti do ta shisësh më lirë të pasaj. Po do ta shisësh më lirë atë tjetrën. Shiko, prapë është ashtu, sot e shet më shtrenjtë këtë, po prapë do ta marrësh më shtrenjtë atë tjetrën. Prandaj që nuk i shesin tani njerëzit shpinë, sepse a mendon bona se investimi më i mirë? Unë personalisht gjithmonë e kam munduar, por challenge me, më thua jo. Gjithmonë e kam munduar për një njeri që nuk është i biznesit, i në mini, nuk është si e për asnjë lloj biznesi. Janë shtëpit investimi më safe, investimi më i sigurt, është shtëpia investimi më i sigurt kur ti jeton, e ke një 2 familje. Shikon, 3 familje. Apo në përgjithësi edhe kur je këtu brenda, edhe kur blen një kondo, një gjë. Shikon, në Amerikë real estate është, se këto quhen passive income. Edhe real estate ka passive income. Passive income i real estate është numri 1 edhe më popular në Amerikë. Është numër 1. Po historikisht, ja sot për shembull kisha një showing tjetër në Rivierë dhe klienti po më thoshte që ka bler property para 20 vjetësh, i ka bler me 150.000 kondominium. Tani vlefta e tyre është të pakën 300.000 secila. That's it, done. Mbase well done business. Well done. Me kalimin e kohës pa diskutim që gjithmonë është ngritje. Gjithmonë. Sa e ka? Ka 5% në vit rritje në house market? Ai që ka, aty 5% në vit. 5% në vit rritje. That's good. That's really really good investment. Po, është. It's really good investment. Prandaj dhe
Amerikanët gjithmonë kanë investuar në real estate, po dhe shqiptarët tani investojnë shumë në real estate. Qamet, Shumë. Kjo që thash është më Blen safe. e parë, pas pak vitesh pasaj blen një tjetër kondominium për ta dhënë me qira, një pjesë blen që në fillim two family. Ja, një që po shesun tani është në Quincy, është që thash është 1.1 milion, ajo është two family. Ja, Bona is always Bona all over Massachusetts. Quincy ishe tash me Quincy, po, kjo që po shes njëra është në Quincy, tjetra në Burlington. Edhe kjo e Quincy është two family, 1.1. 1.1, two family? Po është në kushte shumë të mira, sepse ata se kanë dhënë asnjëherë me qira, kanë jetuar vetë homeowner aty. Oh my god, I love those kind of houses. Dhe kanë patur një shtëpi shumë të madhe dhe ato që kishin për ta dhënë me qira, e linin për shembull kur të vinin fëmijët një herë në vit, ta kishin apartament, ta kishin pjesën tjetër bosh. Kështu që shtëpi shumë në kushte shumë të mira. Mua më pëlqen jashtë mase këto kur i kanë këta homeowner dhe i stimuloj të gjithë për këta që i kanë mbajtur homeowners, kur shikoni në një shtëpi, bona sa endowment, po edhe unë e kam kështu kur e kam mbajt ai homeowner shtëpinë është like kur kemi marrë një ndryshim i madh. Është night and days. Një treatment, mbajtja e shtëpisë like amazing. E vërtet. Even the trimet anës bordurat, si mund ta themi në Shqip, edhe këto baseboardet, dyert, të tëra, like kitchen, even edhe po të qetë vjetër, kanë jetuar vetë dhe i mbajnë. Përmisojnë kjo është a big pro, keep it in your mind. It's like if you hear në qofse dëgjon is owner occupied, jump right on it. You might pay a little more. Mund të paguar çik më shumë, po ja vlen barra qeran. Ja vlen se instead of në vend që të bësh një rinovimet janë çmendur tani me jashtë masën. Nëse do bësh 100-200 mijë rinovime, i ke already just një fresh paint and then you in paradise. I really love it. Shtëpinë që kemi bler, sa jemi zën me Alden atëre në minin kur them zën jo në like e ke vrazysh like challenging like with each other well like edhe kishim një nga rrugët më të mira këtu në Peabody edhe po kur e blem unë vetëm jam futur po ikim Boston ishte Victorian House oh my god amazing ishte një 4000 square feet edhe 4 kaçe edhe sa unë e kam bler atë shtëpi vetëm sa kam futur çikokën ai realtori po i tregonte shtëpinë një tjetër i them Aldës kote ndaj me klientin i them Aldës që të bëj pikën e kësaj që homeowners sa fus çikokën atje tek shtëpia na dera se nuk të lën liability nëse nuk vjen me realtorin tënd me Valbonën apo me këdo që të shkoni por me Valbonën me këdo që të shkoni atje nuk të lën po si she me realtorin me Valbonën duhet t'jesh me realtorin tënd then you can go in the house because the liability apo jo nuk të lën të futesh unë sa kam futur çikokën atje dhe pash everything e kishe pa homeowner ishte owner occupied e kuptoj beautiful i them marra të realtorin që kisha në atë kohë një kushuririn ton po flas 2010 2011 i them direkt hajde futemi për t'i dhënë çmim për të dhënë çmimin shtëpisë e ke vetëm me një gjysmë syri e kam parë çik kështu dhe ishte prandaj dua të bëj këtë pikën që home owner occupied houses keep the eyes on it because janë the best if two family amazing shumë të mirë amazing edhe bona ja këto doja të ndaja sot po kjo e presidenti Trump edhe më pëlqeu që t'i vëm pikën muhabetit edhe më pëlqeu dhe s'më pëlqeu më trëm kjo 50 vjeçarja më trëm jashtë mase ti jep mundësim po a thua është e shtytur nga këto bankat 50 vjet të vetëm collecting sounds like it's not your house anymore shiko nuk mund të themi asgjë me saktësi derisa ta aprovoj dhe të shikojmë të gjitha të tëra se tani janë akoma diskutime jenë akoma së shbërë kanë kri. Plusje nuk është se ka aprovuar kongresi. Duhet të kaloj dhe në kongres. Po, patjetër duhet të kaloj kongres. Po na, thank you që i ndave këto me ne, po të kthemi prapë te Turki, ku do ta bëni festën? Thanksgiving në shtëpi. Në shtëpi? Unë jam tipike që e bëj gjithmonë në shtëpi dhe jam tipike që gjithmonë unë ftoj
shoqëri e miqësi. Ke qef ta mbushë shtëpinë plot. Gjithmonë, jam party girl. It's amazing. Yeah, it's beautiful. Gjithmonë party të bëhen në shtëpinë time. Si vjet bëhem një 16 veta? Oh God, that's gonna be amazing. Kështu që It's gonna be a lot of drinking going on. Drinking, of course. Unlimited. Yeah. Edhe çfarë pëlqen ver? Pëlqen të birës? Po burri? Ver. Nardi mos ka boj, nardi. Po nardi pi shumë birë. Birësh? Po mua më pëlqen kështu kur mblidhemi, më pëlqen shumë vera. Më shumë se vera. Vera ka diçka të adrenalinën, çik më shumë. Yeah, nuk e no, bashkohem me unë, ndonjëherë birë, ndonjëherë verë, varet si ti. Edhe mua më pëlqen verë kuqe, nga që jam artiste dhe më pëlqen ngjyrat. E kuqja më pëlqen më shumë, se ka dhe ngjyrë. Ka dhe ngjyrë me të kuqen, se kur pi verë të bardhë, mua më duket si kur pi ujë, sikur nuk tingëllon si verë, sikur po pi verë, like duket si po pi gjus, nuk ka të base syri, I don't know, like syri, like now të mbushet, po mbushet goja me po pi verë të kuqe, po se do të thosha të diçka që kam lexuar. Mbaj, mos e ashtu, dry wine ma rekomanduan. Dry wine duhet të jetë dry që s'ka shumë sheqer, se tash ne jemi dhe mosha, mos ketë shumë sheqer. Edhe I them atij tek liquor store kur vajta për të marrë një 2 shishe para ca ditësh, them dry wine. Ore më tha mua, po e gjithë Cabernea dry wine është, më tha mua, like hajde këtu më tha mua, Cabernet zgjidhe shikoj çik ato sheqerin, kështu e ke parasysh. Merlot se Merlot pëlqen. Është çik më zbutur shitja, Cabernet është më zbutur, është Caberneti është full bari, e ke parasysh, mua pëlqen e trash. Cabernea është full bari, Merloti është me holl si vetë. Është me holl, është me pranueshme, Cabernea vetë ke edhe 15-ja, 15 e gjys në një kështu crazy, kurse Merloja është 12 e gjys. E vërtet. Domethënë, ka light bodies. Po ato që kam lexuar për Thanksgiving dhe më habiti është. Tërki tani është tradit kudo vetëm tërki. Po kur ka filluar kjo festë për të parë, në mos gabojmë 1621, nuk ka qenë tërki tradit në tavolina, po nuk shërbejmë ka qenë tërki. Atëre ka qenë shumë e mundshme, ka qenë ushqim me deti. Pastaj më vonë, pjesë e jetës, transformimi, sikurse të gjithë transformohemi. Gjithmonë. Edhe kjo traditë është transformuar dhe tani është tërki. Plus mua më pëlqen shumë ajo që presidenti, kjo ka filluar duket 1989. Presidenti çdo vit fal një tërki, do të thënë I fal jetën një kaposh deti. Këtë nuk e di unë këtë. I fal jetën një kaposh deti. Se kam parë me vëmendje, gjë e bukur ta e kthehet përsëri në farm? Kthehet përsëri në farm. Edhe po mendoja se po qishte tash kjo është si punë e llotarisë. Lucky one, kujt Lucky one. Kujt I bie llotaria shpëtoi. Që të shpëtoi tërki. Edhe thasha I tërki duhet jetë VIP pastaj. Edhe duhet I bëj shumë promotion vetes. Në Instagram edhe në Facebook. Ti hapin kështu Instagram, paqe Instagrami, ky është ai që shpëtoi presidenti Trump. Është beautiful. Po patjetër I keni bler. Se bet po e le për ditë e fundit e keni bler turkin. Jo, se unë e kam e pet, gjove mëngjes e kam. Jo se kemi bler nesër do ta blem. Nesër, po se bet që keq kur e le për ditë e fundit. Gjetë drejt nesër ta blem, se unë e marinoj fatikisht. E marinoj 24 orë, është një recipe shumë e mirë, sepse bën tërkin edhe shumë të butë dhe ka shumë aroma. Dhe gocat e Boston kanë vënë këtë recipe. Vjet e kam vënë edhe te Facebooku im. Ti them Aldës njërë ta qeki, po këta të mitë kalamajt janë, since we are there, let's share it. Kalamajt e mi janë këta duan kur bëjmë turkin matter of fact, me qëra fjalla pardije ka marrë qupa foli Alda me qupën, se do vje dhe ajo nesër. Do rinja 4 ditë, do mblidhe familja, I don't know, maybe e bëjmë këtu tek mamaja ime, po I dha listën Aldës, ti jemës me fjallë, I dha listën, ma dua këshu dhe këta shkojnë me... No, me atë duan qa bëjmë nëse këta të mitë, po u thet turki, duan përshesh. E ke parasysh, e lidhin përshesh e bëj gjithmonë.
Po u the turki e dua, ma erdhi dhe djali, erdhi dhe Eni mori që ande I çupa, tha, are you doing stuffing? Are you doing se stuffing e quaj se ç'i djalë çatë javë shemrin edhe okay, kur e ndajmë me njëri tjetrin themi për sheshin e vitit të ri, e ke po ke duan ne bëjmë 2 herë me fjalë, bëjmë dhe gjatë vitit kur e kërkojnë kalamajt. Bën Alda, po I jep një listë Aldës, çupa dua kështu, e shikosh Aldën dje në Costco, andej, kthej vajti mori që dje I thash. Unë si kam bërë akoma pazari. Po ke qenë busy. Themi prap tek shtëpit, tek real estate. Edhe I ka bërë gati për çupën. Shikojmë tash do kalojmë këtej, po. Ishte amazing. Ka lezetin e saj. Edhe Friday do çojnë që në mëngjes këta të mit ikin se ikin që në Pik Sabaut, ikin në Kalamajt vënë se është Black Friday, është Black Friday next day, hanë deri në ora 12:01 ikim lidhen me shoqërinë dhe ikin në përmolle se hapen dyqanet që në Pik Sabaut, rrin gjithë ditën andej dhe vetëm kur vime me çadra. Oh my god, kur kam qenë unë para 20 vjetësh ngrinin çadrat nëpër dyqanet tek molli I vogël. Asnjëherë dhe unë. As më zë koka po vajta. Po, të vesh natën atje në të koka. Lëre natën unë zvete do të këshu, të vete këshu gjatë ditës, edhe mu desh një diçka, vajta bum, in and out. Edhe me New England që është ftohtë këtu. Po, me çadra po to Altini, para 20 vjeç, 20 ca vjet, me çadra rinin tek Best Buy, tek to, kishin ngrit çadra për jashtë apo I swear to God, like, believe it when I'm saying it. Më beso kur po e them, është like, crazy. Nuk e di si bëhet tani se jam stakuar fare. Po I shikoj se I merr dhe mosha, është mosha, ja, çupa, mblidhen me shoqërinë, vjen e kanë si fan, e ke vësh e kanë si fan. Po Thanksgiving më pëlqen shumë. Për ne është festë e re për ne shqiptarët, po është një ditë shumë kuptim plot. Që ti japësh falënderime. Ja. Fjala faleminderit është një nga fjalët më të bukura. It is. Në fjalor. No, po ta shikosh në brendësi, bashkohen. Po, edhe ajo është ditë që jep falënderime. Po duke dhënë falënderime jep dhe mirënjohje dhe s'ka gjë më të bukur se sa të japësh mirënjohje, po dhe ti jesh mirënjohës. Edhe unë më tërmend besoj që burimi më I mirë për të qenë I lumtur si njeri është mirënjohja. Sa më shumë mirënjohës të jesh për çka ke rrotull edhe për veten tënde, aq më happy do jesh. Aq më pa komplekse do kesh të happiness. Unë jam në atë fazë gjithashtu, do më thënë, më pëlqen ta shpreh dhe ta them që olla, apo falemderit, pse kemi ne, se më fute në ca rrjedha tash që pse kemi ne kaq të vështirë shqiptarët të falenderojmë të I don't know, nuk e di. Ne e ndjejmë, po nuk e shprehim, më duket sikur e ndjejmë jashtë mase, po nuk e shprehim, mos duhet ta shprehim më shumë. Po si culture ne nuk e kemi shumë që I shprehim shumë ndjenjat, po megjithatë fjala faleminderit tek ne është goxha më e përdorur në krahasim me fjalën më fal, I'm sorry. Unë kam kuptuar që më fal mos na fut në për ato se është fjalë që më e vështirë që ne kemi. Shumë e vështirë. Sepse amerikanë nuk e kanë gjë për të thonë I'm sorry. Po kam mendimin ne si culture nuk e kemi patur shumë që të. Nuk dua të më shpëtoj, mos dua t'i vë pikën kësaj. Këta amerikanët, all my respect që kam, se jemi këtu po ham bukën e Amerikës, which we appreciate it so much. Po, mos këta e thonë falemderit dhe they don't mean it like we do, kës ne shqiptarët, po na doli falemderit apo më falna goja, we mean it. Do më thënë, japim kuptim 100% asaj fjale kur e themi. Po unë kam mendimin se këtu në Amerikë like më fal apo më fal, mos është çik si kështu si nuk e thon më fal për të mbyllur atë çka kanë hapur subject, një temë që po diskutojnë. Unë konkretisht shikoj me shumë pozitivitet këtë që ata thonë më fal, sepse në radhë parë të bësh ty të ndihesh mirë. Dhe po që se ata veten tënde. Kur të thot tjetri më fal të bën ty të ndihesh mirë dhe duke më bërë mua se ty të ndihesh mirë, pa diskutim do jesh më happy si njeri dhe do jesh më I gatshëm që të bësh gjëra më të mira. Sepse unë mendoj që kjo botë ran atë take a give love. Kam një poezi që kam shkruar në anglisht dhe them që është me tërmend, ne japim dashuri dhe marrim dashuri. Japim mirënjohje dhe marrim. Tani duke thënë thank you,
pa diskutim që je pozitivitet, ose duke thënë I'm sorry, je pozitivitet, dhe tjetri do jetë më i gatshëm që të japim prapë pozitivitet. Pozitivitet, e Është fut puna në asaj që e hedh diçka dhe prapë e pret. Kurse unë them çat japësh do marrësh. po, unë them për shembull, këta në rast se për diçka gabojnë thon I'm sorry, e pranon. Po ajo e bën më mirë të ndihet tjetri kur ai që ke përballë e pranon. E pranon, gabimin. ja. Sepse unë kam punuar dhe në shkollë me fëmijët. Që të vegjël i mësojnë që të kërkojnë falje. Të kërkojnë falje, të thonë faleminderit, dhe kjo është shumë gjë e mirë. Po unë kam mendimin ne kemi patur çik të vështirë të kërkojmë falje, mbas se ka të bëjë çik me atë Egon Ballkani apo çik e ka egon, balkon? them unë, që Shumë të fortë Egon, nuk e di, nuk e Egon. pranojmë, E kemi ti- si të vështirë, sikur e uli mundën, po të themi më fal. Për mendimin tim, ato janë fjalë Mos është ajo që parti tjetër, personi tjetër që kemi përballë kur ti thua më fal e merr për granted, ja, e unë e bura poshtë këtë. Domethënë e kapi gabimin, mos e u futëm në një çik thellë, po. E u futëm çik thellë, po unë shiko, Po janë gjëra që e shqetësojnë edhe filozofia ime është kjo. Unë e them sepse e ndjej detyrim që ta them. Pastaj se si kupton pala tjetër, unë kam gjërat në kontroll. Yeah, Unë kontrolloj I'll make veten myself time. feel good first. Tamam. Bëj check atë që bëra, i Tamam. vej që I'm all set kur të vete në krevat dhe kokën E janë vërtet. stek në rregull, pastaj whatever the other party thinks. Nuk kemi kontroll. We don't have control over it. S'kemi Ja. kontroll mbi atë. Nuk kemi. Edhe e di ç'a do thoshja tjetër, e di ç'a kjo temë që u hap, prandaj më pëlqen spontaniteti dhe Gjithmonë e japim gjitha temë ishte spontane. spontaniteti. Ishte last minute thing. Edhe besides that, kam fol me shumë njerëz bona për këtë çështje. Edhe 2 minuta do flasim. Edhe si advice, jo se kush jam unë, po si advice e kam hedhur gjithandej. Mos është më mirë, se meshkujt e kanë çik shumë më të vështirë. Mos është më mirë, nuk të doli llafi më fal. Zgjati dorën tjetër apo merre për një kafe. Edhe kuptohesh, më thiri për kafe, nesër më dha dorën, E Altin, vërtet, e like, vërtet. se burrat janë dhe një qik shu, se s'do fillojmë tash më fal, po, vërtet. po i dhe dorën tjetër, Altin, je gati nesër për kafe? Shiko, burrat e kanë ndryshe mbase, po kam mendimin gratë do ndiheshin më mirë kur dikush i do të më falë, sepse gratë janë më shumë që bëjnë deklarata se sa meshkujt. Se mos meshkujt shqiptare kanë shumë të vështirë të shprehen. Ta të shprehen. Mbas edhe meshkujt Po amerikanë nuk e di po mirë. Kurse femra nga që shprehet më lirë, ka mendimin dhe i më pëlqen delikate, i kur dikush i pëlqen thotë më fal. kur dikush i thot më fal, tek burrat Pa është shumë e diskutim. ashpër, shumë e fortë. Unë kam mendimin edhe tek burrat nuk është keq. të Duhet thonë më fal. filloj të ndryshoj, especially Çdo këtu gjë në është Amerikë. practice, Po këtë e kam practice. hedhur me të gjithë që flasi, them like you cannot do that, se bën dot këtë gjë, po kaloj si kaloj një natë më parpara në kafe Çdo apo gjë kudo është që ishe, praktik, çdo të gjë nesër është në praktike. mëngjes, make a phone call. Altin apo Unë kam mendimin Nardi apo e vërtet. qa bërë, si u gdhive sot? Mirë, edhe si u gdhive pas whatever qa natë e ke kaluar një natë më para në kafene vërtet. apo ke qenë. Edhe ajo si u gdhive Edhe ajo super si u është. gdhive, mirë Është mëngjesi, shumë e një vërtet, mirë mëngjesi e vërtet. e kuptoj ai tjetri. E vërtet. Që Shiko, ai Altini tjetri e kupton, po ka njerëz që nuk do donin të kalonin nga një gjendje në tjetër, nga një situatë në tjetër, thjesht me fjalën si u gdhive, sepse ndonjëherë njerëzit janë aq shumë të lënduar sa dhe thjesht o më thua mua ti më val këtu. Shiko, të thuash më fal ka mendimin do të thot ta përballosh situatën. Kërkon guxim të thuash më fal me ndërgjegje, po që pa diskutim është për mendimin tim shumë më tepër produktive, shumë më tepër efikase se sa thjesht si u gdhive. Unë kështu shikoj për veten time. Yeah. Unë për veten time kjo si u gdhive që thash, e thash që t'ja bëj një çik. Është shumë e bukur shqipe. Që t'ja bëj çik më të lehtë. Më të lehtë, gjatë e ke parasysh. Po mua më duket po që se dikush do të mbajë përgjegjësinë 100%, për mendimin tim. Atë e kam dëgjuar. Është fjalë e artë të thuash më fal. Më fal e te prova. Më fal bëra gabim. Do të më tregosh thaj se sa i Zoti është boshja ego së vetvetes. Është ego të vetvetes. Lëm egon të flasin dhe nuk lëm të flasin se ku e kam parë, ka qenë ky nuk e di kush aktor ka qenë, se nuk e di, se mbaj më se ka parë, po më ka pëlqyer një quote jashmase.
Tha, do të më tregosh, tha, se sa i Zoti je, sa trim, edhe 2-3 fjalë të tjera, tha. Dili përpara atij njeriu që ke lënduar dhe thoj më fal, tha. Shikoj në sy, tha. Ajo është fuqia. Edhe ajo është fuqia, thoj më fal, tha. Thoj më fal. Do të më tregosh mua se kush je, se sa i Zoti, sa i fortë e të gjitha. Rrëzoj egon tënde, kind of. E ke parasysh, like, dil përpara atij që e ke lënduar aq shumë, tha, dili përpara, shikoj në sy dhe thoj më fal, tha. Ajo më bën mua të them ty që bravo je burri i vërtetë, tha. Nese, se u futëm në gjithë këto. Kthehemi prapë u bë emocionale, kthehemi prapë te turki. Ç'a kemi? Jo, këto s'kam bler tashi. Këto i ka bler Alda, kurse këto, domethënë, shopping e ka bër Alda. Un jam merre me si më ta quaj, no, alkoolin, gatimin. No, s'më ke për gatimin. Unë që le mos futem thellë për gatimin. Nuk jam, nuk. Unë uroj sa më shumë bashkëshortë të ndihmojnë gratë në kuzhinë. Ka jashtë mase, është punë kolosale. Është punë kolosale, e vlerësoj. Se të gjithë në fund që të lumshin duar është bë mirë. Po sa lodhi dhe sa mund ka marr ajo që të arrin të thonë të lumshin duart është. Alda është amazing kukur, unë i kam thënë ne këto gizmos i kemi, cameras and everything, i them, island jesh atje, gjithi me granit, me kështu, why not do it, I put it there, and then, it's amazing cooker, se e ka nga babai, i ati ka restorant në Fier, ka motel dhe restorant, Oda në Fier dhe ka marrë në i ati, gatuan, jashma se gatuan like crazy, ka mërën mirë që nga mamaja, do më thënë me kukin, se mamaja ka qenë e kam ndarë dhe këtu, nuk e di për këtë gjë, ka qenë shefe pasqerisë turizmit në Fier. Mamaja, le, na ka bërë me diabet, i lastuar në 2 anët, oh my god, baby, kam thënë Aldës, you cooking, you spend the time, why not do it? E vërtet. Edhe ju ishit atje tek emisioni mëngjesi, çai kishte emrin harrova atje tek ajo tek pasi ishte tek Rezediell ishte atje. Me Albana Mança. Ja, ishte amazing. Po bona kështu bona ishte kënaqësi. What do you think? Ke ndonjë gjë tjetër do të ndash? Ka ngel ndonjë merak? Jo, isha që Thanksgiving është një festë shumë e bukur. Ti urojmë gjithë shqiptarëve, do you want to do it first? Dhe gëzuar Thanksgiving. Dhënë shisa më shumë falenderime dhe mirënjohje dhe marrë shisa më shumë, sepse është reciproke. Kaloni një darkë sa më të mirë. Personalisht dua të falenderoj thash gjithë klientët e mi, familjen time, bashkëshortin vajzat, prindit e mi të mrekullueshëm dhe motrën time të mrekullueshme, edhe të gjithë dashamirësit miqtë e social media, sepse ata na mbështesin shumë. Where we gonna go without it? Vazhdojmë. Se tani social media është për kështu. Edhe dua të falenderoj në mënyrë të veçantë Altinin. Oh, thank you. Si në podcastin e parë dhe në këtë podcast. Edhe gjithë pozitivitetin dhe originalitetin. Faleminderit. Dhe unë ju uroj të gjithëve nga zemrave, nga familja ime tek familjet tuaja, të gjithë komunitetit tonë shqiptar këtu në Boston dhe gjithandej në mbar Amerikën dhe në mbar botën. T'ja kaloni sa më bukur me familjet tuaja dhe të kaloni një natë të paharrueshme. Dhe lini pak vend në stomak, se erdhi Christmas, erdhi viti i ri, ke ca rezerva, don't get overwhelmed. E tash kam bona do më leri, bona, ne do ta mbyllim avash, po do më lësh një citat këtu. Do ta bëj për të gjithë ata që do vinë tash, do më lësh një dedikim. Whatever, sa i shkurtra. Dedikim për podcastin? Për kohën që shpenzove, like çfarë duhesh. Me shumë kënaqësi, ta lë të kjo faqe apo të faqet e para? Ku duhesh ja lë. Okej. Shkoj çfarë duash, po i themi miru pafshim dhe ne vazhdojmë pastaj shkruaj. Miru pafshim shumë. Kalofshi mirë, thank you, rofshi, ishte kënaqësi dhe mos harroni në datën 29 ngritjen e flamurit. Mos harroni në datën 29 ngritjen e flamurit. Hajdini me ne atje, bini një përembesa të gjithë, sepse ata janë e ardhmja e komunitetit ton. Mos harroni, e ardhmja e komunitetit ton. Thank you dhe enjoy Thanksgiving. Bye. Thank you.